Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin për ju fëmijë në Radio Kosova. Ashtu si çdo herë, unë jam prezantuesja juaj Melek Mustafa dhe sot do të trajtojmë një temë shumë interesante dhe mjaft e bukur. Në këtë studio kaq të bukur kam të ftuar zotin Veton Sylhasi, i cili do të na flasë dhe do të trajtojmë së bashku me të një temë, e cila është pjesëmarrja demokratike si perspektive zhvillimit të fëmijëve. Për gjërat e mëtutjeshme të cilat duhet të dëgjohen për shkak se janë shumë të bukura dhe duhet të fliten her pas here, do të na flasë edhe vet ai. Ai do të na flasë për të drejtat e fëmijëve dhe se zëri fëmijëve duhet të dëgjohet. Zoti Veton, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se ju kam gjetë. Faleminderit shumë për ftesën time që e ke planuar. Faleminderit për ftesën. Tani dua që të shkoj drejt për drejt në bashkëbisedim. Të lutem më trego më shumë për veten tënde. Pra unë jam Veton Sylhasi, jam edukator, punoj kryesisht do thotë me programet e edukimit për demokracinë, të drejtat e njeriut, të drejtat e fëmijëve. Punoj për një kohë të gjatë në sektorin jo qeveritar, pra punoj kryesisht kam punuar gjatë gjithë kohës për Qendrën për Arsimin e Kosovës, një organizatë në fushën e arsimit, menaxhuar projekte, për momentin e menaxhoj Qendrën e trajnimeve në Qendrën për Arsimin e Kosovës. Shumicën e kohës do thotë jam në programe trajnimi për mësimdhënës, po shumë shpesh edhe në programe trajnimit për të rinjt, të fëmijët. Këto janë, si themi, grupet me të cilat punojmë ne. Unë mendoj si ke gjë shumë e bukur për shkak se kam qenë edhe vetë pjesëmarrëse në një ndër aktivitetet e tua dhe atu kam mësuar shumë dhe mendoj se aktivitetet si këto që i bën ti duhet të bëjnë her pas here në mënyrë edhe të vedisimit. Tani dua që të shtroj një pyetje. Cili është bashkëpunimi juaj cili është bashkëpunimi jot cili është bashkëpunimi juaj me fëmijët? Bashkëpunimi jonë me fëmijët është shumë i ngushtë, edhe në nivel të institucionit, të projekteve, aktiviteteve që zhvillojmë, edhe personalisht besoj që kam arritur që në aktivitetet në të cilat jam i përfshirë të krijoj një marrëdhënie të relaksuar dhe një atmosferë të nxënit, e cila është e dyanshme, mund të them, sepse ndonë se unë jam i rritur ndonjëherë punoj me fëmijët, si duke qenë se ju nuk jeni të rritur, unë megjithatë mësoj edhe nga ju, mësoj nga fëmijët. Ne të rriturit nuk jemi ata që i mësojnë fëmijët, përkundrazi shumë shpesh gjendemi në situata kur mësojmë nga fëmijët. Prandaj kjo është një marrëdhënie e dyanshme të nxënit në gjitha këto aktivitetet që zhvillojmë. Ti më herët e përmende një aktivitet të përpashkët që kemi pasur në një program trajnimit, edhe vetë ke parë se si diskutimi që kemi bërë së bashku ne ka bërë gjithëve që të mësojmë. Do të përfshirë edhe mua që isha udhëheqës i atij programi trajnimit. Prandaj në këtë drejtim mendoj që është një marrëdhënie e ngushtë edhe dyanshme të nxënit. Unë e thash edhe më herët se sot do të flasim edhe për zërin e fëmijëve. Të lutem më trego se kur duhet të fillojë edhe edukimi demokratik tek fëmijët. Kjo është pyetje shumë e mirë. Nuk ka një përgjigje ndoshta eksakte, megjithatë unë kam një mendim që edukimi demokratik fillon shumë herët. Kur them shumë herët, mendoj që në foshnjërinë e hershme, sepse mënyra se si prindërit i trajtojnë fëmijën që në moshën 8 të re ndikon në zhvillimin e fëmijës. Fëmijët kryesisht mësojnë duke parë, duke përjetuar atë rrethinën në të cilin jetojnë, edhe varësisht prej mjedisit në të cilin jetojnë, ata do të bëhen qytetarë demokratik ose jo. Në shumicën e herave do thotë prindërit që janë prindërit të rinj duhet të kenë kujdes që gjatë gjithë kohës të kenë një komunikim konstruktiv me fëmijën, ndonse ndonjëherë mund të mendojnë që nuk i kupton sa duhet, fëmija kupton. Unë nuk jam ekspert i zhvillimit të fëmijës në fëmijërinë e hershme, megjithatë nga ajo që kemi lexuar edhe është vërtetuar se fëmijët vërtojnë, mësojnë, i kanë përvojat e tyre të cilat përvoja pastaj i zbatojnë në situata të reja që janë situata qoftë të ngjashme, qoftë të praafërta në jetë. Prandaj edukimi demokratik fillon që në këtë moshë. Kuptohet
kjo është sistemi edukimi demokratik në një mjedis jo formal, për shembull në familje, ndonjëherë në lagje, në një kënd të lojrave, në lagje kudo. Pastaj kur flasim për edukimin si sistem i organizuar, që në kopshte e tutje pastaj në shkolla, kuptohet duhet ketë programe që janë mirë të strukturuara edhe që synojnë që nxënësit fëmijët edhe nxënësit pastaj t'i bëjnë pjesëmarrës në jetën e tyre, tonë që në atë moshë. Kjo është sistemi ideja e edukimit demokratik, që pjesëmarrja e fëmijëve të jetë aktive. Konventa e të drejtave të fëmijëve i ka 4 parime kryesore, njëri për cilëve është pjesëmarrja e fëmijëve. Pra zëri i fëmijëve duhet të dëgjohet, fëmijët duhet të kenë opinion, mendim për gjitha çështjet të cilat kanë ndikim në jetën e tyre. Edhe duhet të marrin pjesë aktivisht me të rriturit në vendimet lidhur me ato çështje, me ato situata, kësaj mësohen që të jenë qytetarë aktiv. Kur të rriten pastaj do ta kenë thjesht një shumë të lehtë që të marrin pjesë, të interesohen për çështjet që kanë bëjnë me ta, edhe me rrethinën e tyre, me komunitetin edhe përgjithsisht me shoqërinë. Pra ti që i edhe edukator edhe bashkëpunon me fëmijët, lutem më trego se si e marrin ata në mendjen e tyre konceptin e demokracisë. Ne mundohemi që sidomos me nxënësit e rinj, shumë të rinj, kuptohet me të rinjit që janë të shkollave të mesme, me tutje i trajtojmë edhe në aspektin konceptual, po mundohemi që me fëmijët që janë të moshave më të hershme të punojmë përmes aktiviteteve, ne i quajmë aktivitetet të nxënit përmes përvojës, pra të mësuarit përmes përvojës, i vëmë në situata të caktuara përmes aktiviteteve, shpesh janë ato aktivitete, situata të simuluara, në të cilat mësohet mënyra se si sillemi, se si ndërveprojmë njëri tjetrin, se si ndihemi, dhe përmes këtyre aktiviteteve, lojrave, ne mundohemi të zhvillojmë të mësuarit rreth këtyre gjërave. Po, do të lidhur me demokracinë, për demokracinë dhe sidomos themi përmes demokracisë, pra përmes mënyrës se si organizojmë ato janë metoda demokratike, edhe mundohemi që ato metoda pastaj të bëhen pjesë e jetës nxënësve. Ne tashmë dim se hapat e parë ne i marrim në shkollë. Lutem më trego se çfarë ndikimi ka edhe shkolla pra në këtë zhvillim. Shkolla ka ndikim të madh. Kuptohet, familja është ajo që i paraprin edukimit të fëmijëve, në këtë vështrim edhe edukimit demokratik të fëmijëve, po pastaj shkolla sistemi e merr përsipër pronësinë në mënyrë të strukturuar të zhvillimit demokratik të fëmijëve. Prandaj them që shkolla ka një rol shumë të madh. Këtu tashti bie barra mbi shkollën në aspektin e organizimit, mënyrës së organizimit, që nga mënyra e organizimit thjesht logjistik ndoshta të shkollës, oraret shkollore, mënyra si organizohen orët mësimore, si aranzhohet klasa, deri në çfarë mase nxënësit pyeten se si duan ta zemi të aranzhohet klasa ose të organizohen pushimet ditore. Këto këto janë elemente të edukimit demokratik që një shkollë e mirë mund t'i bëjë. Kemi shembuj shumë të mirë të shkollave të tilla. Mbase me keqardhje dhe them që megjithatë nuk janë në shumicë, janë në pakicë këto shkolla që japin shembuj kaq të mirë. Megjithatë thotë shembuj të tillë, modele të mira kemi. Në këtë vështrim do të thotë përtej aspekteve menaxhuese edhe aspektet e mësimdhënies janë shumë të rëndësishme, pra mësimdhënësit tanë duhet të jenë të përgatitur mirë që të përballen me situata, përtej sistemi ekspertizës e tyre që kanë në lëndet e tyre, që është e pakontestueshme, ata duhet të kenë shkatësi, aftësi që të ndërthurin mësimdhënien e tyre, qoftë edhe në matematikë, edhe në lëndet në shkencët e natyrës dhe shkencat shoqërore të tjera, të ndërthurin edhe edukimin për demokraci, edukimin për të drejtat e njerëzit, ta promovojnë frymën e lirisë, demokracisë, shprehjes së lirë, ndoshta shpesh përballen me situata që janë të vështira, ne këto i quajmë çështje të diskutueshme, e të dinë se si të menaxhojnë edhe ato çështje të diskutueshme që lidhen ndoshta me qëndrimet e nxënësve dhe kësaj një mësimdhënës i mirë, krahas sistemi
ekspertizës dhe edhe diturive që ju transporton nxënësve në lëndën e vet ku është ekspert, njëjtin kohë bën edhe edukimin demokratik të fëmijëve, të nxënësve të tij ose të saj. A mendon tani se fëmijët kanë hapësirë të mjaftueshme që t'i shprehin mendimet e tyre lirshëm? Ligji e përcakton do të thotë këtë hapësirë, do të thotë janë disa në aspektin legjislativ ju ofrohet kjo mundësi. Për shembull në rregullativën shkollore ekzistojnë këshilla të nxënësve që janë struktura organizative të nxënësve, organizata të nxënësve që duhet të udhëhiqen edhe të drejtohen të thotë nga nxënësit për nxënësit, pra për interesin e nxënësve. Tashti nëse më pyet për se si është situata, nga ajo përvojë që kam deri tash nuk është e vogël. Sërish kemi modele të mira të organizimit të këshillave të nxënësve në shkolla, po kemi edhe modele që janë më pak të mira ose si themi janë vetëm sa për sy e faqe këto këshilla të nxënësve. Shpesh në aktivitetet që kam edhe me vetë fëmijët, ndonjëherë edhe vetë mësimdhënësit bëhen të sinqertë dhe tregojnë për situatën në shkollat e tyre. Ndonjëherë këto janë vetëm sa sepse duhet formohen formalisht e pastaj nuk mund të themi që janë funksionale. Një këshilli i nxënësve domethënë është si themi hapësira e parë formale ku nxënësit marrin përsipër, si themi, t'i përfaqësojnë interesat e tyre, vetanake, vetjake, edhe të shokëve e shoqeve të tyre. Po për të strukturave formale si është këshilli i nxënësve, hapësirë për vendimare ka sa të duash në shkolla. Do të përmenda pak më herët edhe në mënyrën e përditshme se si komunikojmë ne të rriturit me ju, mënyrën se si ju vëmë në situata që të komunikoni në mes veti, mënyrën se si ofrojmë si themi hapësirë për ju që të merrni vendime rreth disa çështjeve që janë me interes për ju, sepse nuk është njësoj sikur të vendosim ne për ju me pretendimin që ne jemi të rritur dhe i dim interesat tuaja. Kjo nuk është e vërtet. Interesat më së miri, interesat e fëmijëve i dim vetë fëmijët. Prandaj ata duhet marrin pjesë edhe të merret parasysh opinioni i tyre në rastin e vendimeve që merren në shkollë, në familje, edhe kudo tjetër. Pra të etikë është shumë mirë që secili njeri ka interesat e veta, po ashtu edhe fëmijët. Pra se zëri tyre duhet të dëgjohen edhe opinionet e tyre dhe fjala e tyre të ketë vlerë. Lutem më trego se a mendon se ka dhe është i përfshirë edhe vetbesimi pra në këtë punë, dhe a mendon se është e rëndësishme pra edhe puna në grup, për shkak se ti e the edhe më herët se nuk duhet pra të themi se ne jemi më të mëdhenj dhe ti përzihemi pra në punën e tjetrit. Pikërisht, vetbesimi është një aspekt shumë i rëndësishëm i zhvillimit të shkatësive personale. Në këtë drejtim sidomos është i rëndësishëm për fëmijët, sepse një fëmijë që e ka një dozë të vetbesimit do të di si të menaxhoj edhe ndjenjat e veta, edhe qëndrimet e veta, se si t'i shfaq ato qëndrime, se si t'i argumentoj ato qëndrime. Pastaj në situatat kur mund të ketë pakënaqësi, të di se si në mënyrë konstruktive t'i shfaq ato pakënaqësi, deri tek drejta në protestë, sepse drejta në protestë është drejtë legjitime, po këto duhet bëhen me mjete paçore, pa e cenuar sistemi sigurinë e komunitetit, të rrethit vet. Këtë drejtim do të thotë është shumë e rëndësishme që të rriturit, nëse jemi në shkolla, mësimdhënësit, shkolla përgjithsisht, të punojnë në rritjen e vetbesimit të fëmijëve, sepse vetëm një fëmijë me vetbesim mund të jetë i shlirë nga çfarëdo ndikimesh që mund vijnë nga jashtë, e që në mungesë të vetbesimit ato ndikime pastaj bëhen barrë për fëmijën. Po, tani dua që të ndërlidhem pak edhe me kohën e sotme, për shkak se ne tashmë jemi edhe të monitoruar edhe nga teknologjia. Lutem më trego se si ndikon teknologjia apo platformat online, rrjetet sociale, pra në mendimin ose përndryshe edhe në mendjen e një fëmije. Teknologjia tash është bërë pjesë e jetës sonë, i ka përparësitë e veta, e ka lehtësuar shumë jetën tonë përgjithsisht. Këtë drejtim do thotë i shërben edhe vetë fëmijëve për të mësuar, sepse tashti përveç burimeve
tradicionale, si është libri, mësimdhënësi, tash kemi burime të tjera për të mësuar. Megjithatë, teknologjia, interneti i bartë dhe rreziqet e veta, ndikimi nga interneti, sidomos nga shfrytëzimi i pasigurt i internetit, është, rreziqet janë shumë të mëdha. Ne për shembull në organizatën ku punoj ne kemi një program të edukimit që quhet edukimi medial, ku i përfshim temat e privatësisë, ruajtjes të dhënave personale, përdorimit të përgjithshëm të internetit, shmangjes nga gjua e urrëties, të cilat shumë shpesh promovohen përmes rrjeteve sociale, përmes internetit. Prandaj kjo është ngushtë e lidhur me edukimin për demokraci, sepse një qytetar që i ka kompetencat për kulturë demokratike, ditë të sillet në mjedisin fizik, ato kompetenca, ato shkallësi duhet t'i ushtroj edhe në mjedisin virtual, edhe në internet, që të thotë kur është në mjedis të internetit të di të dalloj rrezikun që i vjen, për shembull rrezikun që vjen nga komunikimi me të panjohurit. Shpesh luajnë lojra të ndryshme, që quhen gaming, aty ka njerëz të thotë mund të ketë njerëz të pandërgjeshëm që i shfrytëzojnë këto komunitete të lojrave për të nxitur një komunikim më të përafërt, ndoshta për të keq informuar fëmijët, pastaj për t'i vënë në situata të rrezikshme. Këto janë shkallësi që duhet të mësohen nga fëmijët dhe nga të rriturit gjithsesi, sepse edhe ne si kemi ato, është sistemi një gjë e re edhe për ne të rriturit. Prandaj, sistemi koha që kalojmë në internet, duhet mundohemi që ta kalojmë në mënyrë konstruktive, duke mësuar, duke u marrë me gjëra që na ndihmojnë, edhe të jemi të kujdesshëm gjithsesi. Mbi të gjitha duhet të mos jemi ata që e përçojmë gjërat e këqija. Për shembull, kur flasim për privatësinë, për ruajtjen e dhënave personale, ne duhet të dimë që një fotografi e dikujt nuk duhet të shpërndahet pa lejen e tij ose të saj, një shokës, një shoqes, sepse mund të jetë një fotografi që mund ta vënë në siklet atë shoqe ose atë shok, edhe pastaj mund t'i vihet ta zemi një mbishkrim asaj fotoje. Me inteligjencë artificiale tash janë mundësi që të shtrembrohet ajo foto ose video edhe të plasohet, edhe pastaj ajo është një burim shumë i egër, themi, i ngasmimit për atë fëmijë. Prandaj duhet ta ruajmë njëri tjetrin, duhet ta ruani veten edhe duhet ta ruani njëri tjetrin që të mendoni 2 herë, 3 herë para se të ndani një postim. Gjithsesi kuptohet edhe në chatat që bëni në komunikimin, duhet të shihni se si po bisedoni, si po shkruani, thjesht ta shfrytëzoni gjuhën konstruktive, mos të përdorni fjalë ofenduese, sepse liria e shprehjes mbaron aty, pastaj kthehet në gjuhë të urrëties. Pra, tha edhe shumë mirë që e lidhem edhe me teknologjinë, se në ato lojrat që përndryshe quhen edhe gaming, pra ka dhe rreziqe shumë të ndryshme. Të lutem trego pra dhe nga përvoja ose përndryshe edhe eksperienca që te ke marrë, të lutem trego se si duhet që të mbrohen fëmijët nga diskriminimi dhe bullizimi, e cila pra këto të dyja janë dukuri negative dhe me shumë dëshirë nuk do të kisha përmendur pra diskriminimin dhe bullizimin, por të lutem trego edhe për ata që po na ndiqin se si duhet të mbrohen fëmijët pra nga këto dukuri negative. Diskriminimi më shumë është, themi, buron nga ata që janë në pozicion të vendimarrjes, për shembull nga institucionet, duke nisur nga institucionet qendrore deri në ta zemi nëse jemi në nivel shkollës, nga institucionet shkollore të tjera. Pra, ai që ka si themi raportin në një raport, si themi në një marrëdhënie që ku dikush është më i pushtetshëm, zakonisht diskriminimi vjen nga pushteti duke mos i trajtuar njerëzit në mënyrë të njëjtë. Kjo mund të ndodhë për shkak që thjesht të çfarëdoshme mbi bazën e sistemit të përkatësisë, mbi bazën e mënyrës se si dikush duket ose është, ose se si mendon ose çfarë pikpamje ka. Ndërsa bullizmi është po ashtu, sistemi i ka të njëjtat premisa, mirë po është një raport mes bashkëmoshatarëve, pra bullizmi apo ngasmimet, përpara kemi quajtur ngasmime, tash termi bullizëm është gjithnjë më shumë është përfaqësuar edhe në gjuhën shqipe, pra është një marrëdhënie mes bashkëmoshatarëve, në të cilën një ose më shumë bashkëmoshatarë të cilët ndihen në një formë më të përshtatshme ose më të shkallët e targetojnë një apo më shumë viktima, themi, të
akteve të tyre dhe në mënyrë të përsëritur i ngacmojnë duke shkaktuar shqetësime dhe vuajtje. Tashti, se si duhet mbrohemi nga to është edukimi sërish. Ne nuk kemi armë tjetër kundër dhunës, posa edukimit. Sepse çfarë do zgjidhje të dhunshme që mund të mendojmë ta bëjmë, kjo quhet dhunë. Edhe dhuna qoftë edhe kundër dhunë, megjithatë mbetet dhunë. Prandaj ne gjithmonë duhet të përpiqemi që me mjete pasore të zgjidhim situatat tona, qofshin ato dhe të sikletshme, qofshin ato dhe ngacmime, diskriminime. E në këtë drejtim në edukimi për të drejtat e njerëzit, mbi parimet e të konventës së drejtave të fëmijës ose konventave tjera ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, edukimi për demokracinë ndikon shumë që t'i pajisim qytetarët që nga mosha e re, pra edhe fëmijët, të rinjët, nxënësit, që t'i pajisim me shkallësi që të dinë të identifikojnë një rast të diskriminimit, të dinë të identifikojnë një rast të ngacmimeve mes bashkëmoshatarëve, edhe po ashtu të kenë guximin qytetar që të veprojnë. Ndonjëherë mund të veprojnë thjesht duke intervenuar, duke treguar atij që ngacmon ose bullizon se kjo nuk është në rregull, se po bën dikën të ndihet keq. Ndonjëherë nuk është e mundur sepse ka situata të rrezikshme, po megjithatë ekzistojnë mundësi të tjera, ekzistojnë mundësi që të komunikojmë me të rriturit, me një mësimdhënës që kemi afër, me një drejtor shkolle, me një prind, me dikën tjetër. Ndonjëherë mund të bisedojmë me njëri tjetrin, me shokë shoqe, edhe pastaj të vijmë deri tek zgjidhjet. Ideja është kjo pra që të edukohemi që në radhë të parë të kemi vetë një qëndrime konstruktive ndaj secilit, të mos kemi sistemin tonë të vlerave, të mos e përçojmë diskriminimin, urrejtjen, dhe në anën tjetër të jemi aq të guximshëm si qytetar aktiv që të dalim balë situatave të tilla të vështira. Thash, nuk është gjithmonë lehtë, po megjithatë është obligim i secilit prej nesh. Nuk mundem ne që çdo gjë të na zgjidh shtetit, na zgjidh institucionet, na zgjidhin. Duhet të jemi aktiv, edhe nëse jo vetë t'i zgjidhim, s'paku t'i raportojmë ato, ta nxisim ta nisim punën drejt zgjidhjes së atyre rasteve. Në këtë drejtim të thotë duhet punohet shumë në nivel të shkollave, në nivel të sistemit, që të krijohen kushte të tilla të edukimit, të cilat mund të jenë edhe programe të veçanta, mund të jenë edhe programe të integruara në lëndët shkollore, po mund të jenë kohë pas kohë edhe aktivitete të veçanta, qofshin ato edhe aktivitete krejtësisht jo formale, përmes të cilave mësohet shumë. Pra ne deri tani ti dhe dëgjuesit që po na ndiqin, mësuam shumë gjëra rreth edukimit, rreth bullizmit, diskriminimit, zërit e fëmijëve, të drejtave, e shumë gjëra të tjera. Dhe faleminderit shumë. Por tani unë dua që të kaloj pra tek një gjë tjetër, si për shembull a shijon ti kohën pra kur je me fëmijë, bashkëpunimin e tyre, pyetjet e tyre, kërkesat e tyre, tregon sa kënaqesh me ta. Tema se shijoj me të vërtet. Unë jam person që besoj në ato që bëj. Do thotë kjo është pjesë e sistemit tim të vlerave, do thotë edukimi i fëmijëve për demokracinë për mua ka shumë rëndësi. Edhe në këtë drejtim punën që bëj me të vërtet me qejf, mund të them me entuziazëm të plot. Prandaj kur një gjë e bën me entuziazëm të plot, me dëshirë edhe ndihesh shumë mirë. Thash që në krye të herës që unë mësoj shumë. Edhe gjërat, situatat, elementet që mësoj në një grup të fëmijëve i transferoj të grupe tjera, marr një shembull nga këtu e përçoj tek një grup tjetër fëmijëve, sepse këto situata që janë situata të vërteta jetësore e bëjnë mësimin më të kuptueshëm, i japin kuptim të mësuarit. Ne nuk mundohemi që t'i edukojmë fëmijët thjesht duke mësuar gjëra në ajër. Mundohemi që thjesht t'i trajtojmë çështjet që janë brenga të përditshme, ose edhe dëshira të përditshme, ose edhe situata të lumtura të përditshme, përmes të tyre mësojmë. Në këtë drejtim po them edhe një herë jam shumë i lumtur që po merrem me këtë punë, përndryshe ndoshta të zgjidhet diçka tjetër.
Unë mendoj se ti po bën një punë me të vërtet shumë të mirë dhe mendoj që pra këto aktivitete, këto organizata duhet që të shtohen edhe më shumë në mënyrë të edukimit, pra në mënyrë që t'i parandalojmë disa gjëra që nuk janë edhe aq të mira, siç janë gjuha e urrëties, bullizmi, diskriminimi e të tjera, të cilat sipas mendimit tim, por mendoj që edhe të tjerëve duhet të ndalohen rrepsisht. Zoti vetën edhe njëherë faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën time, me të vërtet u kënaqa duke dëgjuar shumë për punën tënde, aktivitetet e tua, eksperiencat e tua me fëmijë dhe gjëra shumë të tjera. Faleminderit Melek ty për ftesën, e çmoj shumë dhe po ashtu duhet të inkurajoj ty, po edhe të tjerët si ti, që tash jeni qytetar aktiv, që të vazhdoni me aktivizmin tuaj, sepse do të vijë shumë shpejt koha ku duhet të merrni gjërat në duart tuaja. Themi po flas për situatat çështjet shtetërore, çështjet e gjithë shoqërisë. Prandaj themi ju jeni ajo shpresa se ne kemi një gjenerat të re shumë të mirë dhe aktive që do të mund të menaxhojë situatat. Fatkeqësisht themi bota është shumë e shqetësuar nga konfliktet, trazirat, edhe na duhen njerëz si ju që të marrin përsipër gjërat. Faleminderit shumë edhe njëherë. Të dashur shikues të këtij emisioni, ne po afrohemi fundit të këtij emisioni dhe mendoj që ashtu si unë edhe ju kënaqet shumë duke i dëgjuar këto gjëra mjaft interesante dhe mjaft të bukura. Mendoj se ky emision tashmë ju ka vëdësuar edhe juve në mënyrë që të merrni pjesë në aktivitete të ndryshme pra në mënyrë të edukimit, po ashtu pse ju t'i bëni edhe ju vet ato. Këtë emision dua ta përmbyll ashtu si çdo herë me një thënie. Ngrijeni zërin sa herë që juve ju duket se diçka po bëhet e padrejtë. Mos heshni kurrë. Deri në emisionin e radhës, ju përshëndes shumë.